nuk jap vot dikun ku nuk respektohem, edhe nuk respektohen kërkesat edhe parimet tona. Ju e dini prej ditës parë, i kanë llogarit secilit, tash në secilin rast i kanë llogarit të vet dhe 10 nga komunitetet jo shumicën e pako. Pa e diskutu me çfarë parime, çka po hym, sepse prej neve kemi kërkesat tona. Edhe unë tash e dini, e keni kuptuar se vetoni po çet kushte, po bisedojmë për ministri. Kjo është e papranueshme në opinion edhe tek partitë e mëdha. Dhe unë do të qëndroj kështu, unë mendoj që gabimi më i madh në mënyrën çish i trajtojnë këto komunitete vetëm si numër. Dhe secili prej tyre, unë mendoj që duhet të ketë kujdes me Nëse vjen puna, mas e qeli këtë muhabet, nëse vjen puna te qeveria, çka kemi lykte? Ne kemi diskutuar, e kemi diskutimin e fundit që ka ndodhur ndoshta 2 muaj më herët. Edhe unë e kam konfirmuar sepse unë kam bindje dhe vedije politike. Në qeveri do diskutojmë, nuk jap vot dikun ku nuk respektohem, edhe nuk respektohen kërkesat edhe parimet tona. Sepse unë e kam një program që është 11 pikësh, që rregullon jetën e komunitetit egjiptian, që ne kërkojmë investime në fushën e edukimit, punësim, në mbështetje të politikave të cilat na mbrojnë nga diskriminimi dhe racizmi, në vendet e punës, në investime kapitale ku kanë me jetu njerëz tonë më mirë. Nëse një kryeministër, cili do qoftë, sepse s'kem vijat kuqe, nuk ka me i pranu atë program dhe nuk ka me na jap mundësi neve me qenë pjesë e implementimit atij programi, cila o logjika që unë do të më jap vot.